Shoku i tij më i ngushtë e tradhtoi për një grush parash dhe ajo tradhti i shkatërroi jetën. 20 vite më parë, Arbeni kishte vetëm një njeri të cilit i besonte pa asnjë dyshim. Ishte shoku i tij i ngushtë, njeriu që e kishte quajtur vëlla. Por një natë gjithçka ndryshoi. Për disa mijëra euro shoku i tij e shiti. I mori atë që kishte, e la pa asgjë dhe u zhduk nga jeta e tij. Arbeni humbi gjithçka atë natë, por nuk humbi një gjë: dëshirën për t'u kthyer. Për 20 vite ai punoi në heshtje, ndërtoi një biznes nga zero dhe u bë milioner. Askush në qytetin e tij nuk e dinte se kush fshihej pas atij emri të madh. Derisa një ditë një makinë luksoze ndaloi para shtëpisë së ish shokut të tij. Arbeni zbriti ngadalë. Ai nuk kishte ardhur për të kërkuar falje. Kishte ardhur për hakmarrje. Por ajo që shoku i tij nuk dinte ishte se Arbeni kishte zbuluar një sekret të 20 viteve më parë, një sekret që mund ta shkatërronte jo vetëm atë, por gjithë familjen e tij. Dhe kur Arbeni i tha vetëm një fjali, fytyra e tij u zbe. A më kujton tani? Tradhtia e ndryshoi gjithçka. 20 vite më parë Arbeni nuk ishte milioner. Nuk kishte makina luksoze, nuk kishte shtëpi të madhe dhe as njerëz që i hapnin derën sapo mbërrinte. Ishte vetëm një djalë i ri, rreth 25 vjeç, që punonte nga mëngjesi deri në darkë për të ndërtuar një jetë më të mirë. Por kishte diçka që për të vlente më shumë se çdo pasuri. Kishte një mik, quhej Ilir. Ata ishin rritur bashkë. Kishin ndarë të njëjtën bankë në shkollë, kishin kaluar net pa gjumë duke folur për ëndrat e tyre dhe, kur njëri nuk kishte para, tjetri e ndihmonte pa bërë pyetje. Arbeni e konsideronte Ilirin më shumë se shok. E konsideronte vëlla. Në atë kohë të dy kishin një ëndër: të hapnin një biznes së bashku. Arbeni kishte kursyer për vite me radhë. Kishte mbledhur çdo qindark që fitonte, duke hequr dorë nga pushimet, makinat dhe çdo luks. Më në fund kishte arritur të mblidhte një shumë të konsiderueshme parash. Nuk ishin miliona, por për të ishin gjithçka. Ishte fillimi i jetës që kishte ndërruar. Një mbrëmje Arbeni u takua me Ilirin në një kafene të vogël. Ai nxori një dosje nga çanta dhe e vendosi mbi tavolinë. Këtu janë të gjitha dokumentet. Nesër mund ta firmosim kontratën. Iliri buzëqeshi. Më në fund vëlla, do ja dalim. Arbeni e pa në sy dhe qeshi. Të thash që një ditë do bëhemi dikushi. Ajo ishte hera e fundit që Arbeni do ta shihte mikun e tij si një vëlla, sepse vetëm disa orë më vonë gjithçka do të shkatërrohej. Të nesërmen në mëngjes Arbeni shkoi në bankë për të marrë paratë që do t'i përdornin për biznesin. Por kur kontrolloi llogarinë, paratë kishin humbur. Ai kontrolloi përsëri. Pastaj përsëri. Nuk mund ta besonte. Një transfert e madhe ishte kryer gjatë natës. Paratë ishin dërguar në një llogari tjetër. Arbeni u përpoqë të kontaktonte bankën, por përgjigja që mori e bëri të ngrinte gjakun. Transaksioni ishte autorizuar me dokumentet dhe të dhënat e tij. Dikush e kishte planifikuar gjithçka. Dhe vetëm një person kishte pasur akses te dokumentet. Iliri. Arbeni vrapoi drejt shtëpisë së tij, por dera ishte e mbyllur. Iliri ishte zhdukur. Telefoni i tij ishte fikur. Makina nuk ishte më aty. Arbeni qëndroi për disa minuta para derës, duke shpresuar se gjithçka ishte një keqkuptim. Pastaj pa një zarf të futur poshtë derës. E hapi me duar që i dridheshin. Brenda ishte vetëm një letër, disa rreshta, por ato fjalë do t'i mbeteshin në mendje për gjithë jetën. Më fal Arben. Në këtë botë ai që beson shumë humbet gjithçka. Arbeni u ul në shkallë. Nuk qau. Nuk bërtiti. Thjesht qëndroi aty duke parë letrën. Në atë moment nuk humbi vetëm paratë. Humbi besimin. Humbi biznesin. Dhe mbi të gjitha, humbi njeriun që kishte dashur si vëlla. Ditët kaluan. Pastaj javët. Arbeni u përpoqë të kërkonte drejtësi, por nuk kishte prova të mjaftueshme. Iliri ishte larguar nga qyteti dhe askush nuk dinte ku ndodhej. Borxhet filluan të shtoheshin. Arbeni humbi shtëpinë, humbi punën, dhe për një periudhë fjeti në një dhomë të vogël që mezi mund ta paguante. Por pikërisht atëherë ndodhi diçka. Një burr i moshuar, pronari një punishteje të vogël, i dha një mundësi. Nuk mund të jap shumë para, i tha ai, por mund të jap punë. Arbeni pranoi. Punoi çdo ditë, mëngjes, mbrëmje, net, nuk ankohej, nuk fliste për të kaluarën. Dhe sa herë që dikush e pyeste pse punonte kaq shumë, ai jepte të njëjtën përgjigje. Sepse një ditë do të kthehem. Askush nuk e kuptonte se çfarë donte të thoshte. As vet ata nuk e dinin se Arbeni nuk po punonte vetëm për para. Ai po ndërtonte një jetë të re. Një jetë ku askush nuk do të mund ta shkatërronte më. Por ajo që nuk dinte askush ishte se, ndërsa Arbeni po ngrihej ngadalë nga zero, Iliri po ndërtonte një jetë mbi paratë që i kishte vjedhur. Dhe 20 vite më vonë, rrugët e tyre do të kryqëzoheshin përsëri. Kthimi i milionerit. 20 vite kishin kaluar. 20 vite që Arbeni i kishte kaluar duke punuar në heshtje. Askush nuk e dinte se çfarë kishte bërë gjatë atyre viteve. Në fillim ai punoi në një punishte të vogël. Pastaj filloi të merrej me tregti. Kursente çdo qindark dhe investonte përsëri.
Kur humbiste nuk dorëzohej. Kur fitonte nuk festonte. Ai gjithmonë kujtonte atë letër. Ai që beson shumë humbet gjithçka. Dhe kjo fjali u bë motivimi i tij. Pas 10 vitesh Arbeni kishte kompaninë e parë. Pas 15 vitesh kishte disa biznese. Dhe pas 20 vitesh, emri i tij ishte bërë i njohur në botën e biznesit. Arbeni ishte bërë milioner. Por kishte një gjë që nuk kishte ndryshuar. Ai ende e mbante letrën e Ilirit. E kishte ruajtur në një kuti të vogël metalike. Jo sepse e donte, por sepse nuk donte të harronte. Një mëngjes Arbeni ishte ulur në zyrën e tij kur sekretaria hyri me një dosje. Zoti Arben, kemi një takim të rëndësishëm pas një ore. Me kë, ajo vendosi dosjen mbi tavolinë. Me kompaninë Ilir Group. Arbeni ngriti kokën. Për disa sekonda nuk foli. Ilir Group. Ai emër i goditi si një thik në kujtesën e tij. Kush është pronari? Sekretaria kontrolloi dokumentet. Ilir Dervishi. Arbeni u ngrit nga karrigia. Për herë të parë pas shumë vitesh duart i dridheshin. Ishte ai, Iliri, shoku që e kishte tradhtuar, njeriu që i kishte vjedhur parat, njeriu që ishte zhdukur pa lënë gjurmë. Dhe tani, pas 20 vitesh, po kërkonte të bënte biznes me të. Arbeni buzëqeshi, por nuk ishte një buzëqeshje gëzimi. Ishte buzëqeshja e një njeriu që më në fund kishte gjetur atë që kishte kërkuar për kaq gjatë. Konfirmoi takimin. Sekretaria doli. Arbeni u afrua te dritarja. Poshtë tij shtrihej qyteti. Makina luksoze, ndërtesa moderne, njerëz që vraponin pas jetës së tyre. Dikur ai kishte fjetur në një dhomë të ftohtë dhe nuk dinte nëse do të hante të nesërmen. Tani kishte gjithçka, por ai nuk kishte harruar. Një orë më vonë dera e zyrës u hap. Një burr rreth të 50-tave hyri brenda. Kishte kostum të shtrenjtë, orë luksoze dhe 2 persona pas vetes. Arbeni nuk u ngrit. Burri bëri disa hapa. Pastaj ndaloi. Sytë e tij u përplasën me sytë e Arbenit. Fytyra ju ndryshua. Ngjyra i ku nga fytyra. Arben? Arbeni u ngrit ngadalë. A më kujton tani? Iliri nuk foli. Për disa sekonda në zyrë nuk dëgjohej asgjë. Pastaj Iliri uli sytë. Nuk mund të jetë e vërtet. Arbeni buzëqeshi. Për 20 vite mendova se nuk do të më shije më. Iliri u përpoq të kontrollonte veten. Unë nuk e dija që ishe ti. Sigurisht që nuk e dije. Arbeni mori dosjen nga tavolina dhe e hapi. Sepse ti nuk më kërkove kur. Iliri u ul. Arben, ajo që ndodhi atëherë. Mos. Vetëm një fjalë. Por mjaftoi për ta heshtur. Arbeni nxori një kopje të dokumenteve të vjetra. E mban mend këtë? Iliri i pa. Ishte kontrata e biznesit që do të hapnin së bashku. Pastaj Arbeni nxori një dokument tjetër. Dhe këtë? Iliri filloi të zbehej. Ishte dokumenti i transfertës bankare. Ajo që kishte ndodhur 20 vite më parë. Ku i gjete? Nuk kishte rëndësi ku i gjeta. Arbeni u afrua. Rëndësi ka që tani kam gjithçka. Iliri u ngrit menjëherë. Sa do? Arbeni nuk lëvizi. Çfarë? Sa para do? Mund të paguaj. Arbeni qeshi. Ti ende mendon se gjithçka blihet me para. Iliri heshti. Atëherë çfarë kërkon? Arbeni u afrua aq shumë sa të dy ishin vetëm disa centimetra larg. Dua të ndjesh atë që ndjeva unë. Iliri u trem, por Arbeni nuk e preku. Nuk e kërcënoi. Nuk bërtiti. Ai vetëm mori telefonin dhe i tregoi një fotografi. Në foto ishte një dokument. Pastaj një tjetër. Dhe një tjetër. Iliri i pa dhe fytyra ju shndërrua. Ku i ke marrë këto? Për 20 vite kam mbledhur çdo gjurmë. Arbeni vendosi telefonin mbi tavolinë. Dhe tani kam një pyetje për ty. Iliri nuk foli. Ku janë paratë e mia? Iliri uli kokën. I harxova. Arbeni e pa drejt në sy. Jo. Iliri ngriti kokën. Çfarë do të thuash? Ti nuk i harxove të gjitha. Theshtje. Arbeni hapi një tjetër dosje. Një pjesë të parave e përdore për të hapur biznesin tënd. Një pjesë e transferove në një llogari jashtë vendit. Por një pjesë tjetër, ai ndaloi. Iliri filloi të merrte frymë më shpejt. Çfarë di? Arbeni tha ngadalë. E di kujtja dhe parat. Iliri u ngrir. Për herë të parë pas 20 vitesh duke sikur ai kishte frikë. Ti nuk mund ta dish. E di. Askush nuk e di. Unë e di. Arbeni mbylli dosjen. Dhe nesër do ta marrë vesh edhe policia. Iliri u ngriti tmerruar. Arben prit. Por Arbeni i bëri shenjë të ndalonte. Nuk dua të shkatërroj sot. Iliri e pa i habitur. Atëherë çfarë do? Arbeni buzëqeshi. Dua të jap një shans. Por çfarë? Arbeni u kthye nga dritarja. Nesër në orën 8 të mëngjesit do të vish këtu vetëm. Dhe pastaj? Arbeni nuk u kthye. Do të tregoj se kush ishte personi që të ndihmoi të më tradhtoje. Iliri mbeti pa fjalë. Sepse për 20 vite kishte besuar se sekreti i tij ishte i sigurt. Por tani kuptoi diçka.
Arbeni nuk ishte kthyer vetëm për parat. Ai kishte zbuluar të vërtetën e plot. Dhe ajo e vërtet mund të shkatëronte shumë më tepër se një biznes. Mund të shkatëronte një familje të tërë. Fundi i hakmarrjes. Të nesërmen në mëngjes Iliri mbërriti në zyren e Arbenit pak minuta para orës 8. Nuk kishte fjetur gjithë natën. Fjalët e Arbenit i ishin përsëritur në kokë. Do të tregoj se kush të ndihmoi të më tradhtoje. Kur hyri në zyrë, Arbeni ishte ulur pas tavolinës. Përballë tij kishte një dosje të trash. Ulu. Iliri u ul. Arbeni e hapi dosjen dhe nxori një fotografi. Iliri e pa, dhe menjëherë u ngrit në këmbë. Jo, në fotografi ishte një burrë që të dy e njihnin. Ishte babai i Ilirit, por ai kishte vdekur 10 vite më parë. Si e gjete këtë? Sepse ai ishte personi që të ndihmoi. Iliri u ul përsëri. Arbeni vazhdoi. Babai yt e dinte për parat. Ai të ndihmoi t'i transferoje dhe pastaj të largoheshe nga qyteti. Por kishte edhe diçka tjetër. Arbeni nxori dokumentin e fundit. Parat nuk i vodhe vetëm për veten. Iliri e pa dokumentin. Aty ishte një pagesë e madhe për një kompani që ai nuk e njihte. Çfarë është kjo? Kompania që kishte kërcënuar baban tënd. Iliri ngriti syt. Arbeni vazhdoi. Ai kishte borxhe. Shumë borxhe. Nëse nuk i paguante, ata do të shkatëronin familjen tuaj. Ai të bindi të më tradhtoje. Iliri mbuloi fytyrën me duar. Për 20 vite kishte menduar se kishte tradhtuar Arbenin vetëm nga lakmia. Por tani po kuptonte se historia ishte më e komplikuar. Pse nuk ma the këtë më parë? Sepse doja të shija nëse do të më gënje përsëri. Iliri heshti. Pastaj tha, më fal. Arbeni nuk u përgjigj menjëherë. Ai kishte ndërruar për këtë moment për 20 vite. Kishte imagjinuar hakmarrje. Kishte imagjinuar Ilirin duke humbur gjithçka. Por tani që e kishte përballë, ndjeu diçka tjetër. Jo kënaqësi, vetëm lodhje. Arbeni mori një çek dhe e vendosi mbi tavolinë. Iliri e pa i habitur. Çfarë është? Parat që më vodhe nuk janë më të rëndësishme për mua. Pse? Arbeni u ngrit. Sepse gjatë këtyre 20 viteve kuptova diçka. Ai shikoi drejt në sytë e tij. Hakmarrja nuk ta kthen jetën që ke humbur. Iliri filloi të qante. Atëherë pse më solle këtu? Arbeni mori letrën e vjetër nga kutia metalike. Letra që Iliri i kishte lënë 20 vite më parë. E vendosi para tij. Për të ta kthyer. Iliri e mori me duar që i dridheshin. E lexoi përsëri. Por këtë herë në fund të letrës kishte diçka tjetër. Një fjalë të shkruar nga Arbeni. Tani e di kush humbi gjithçka. Iliri ngriti kokën. Arbeni buzëqeshi lehtë. Ti mendove se më vodhe parat. Ai bëri një pauzë. Por në të vërtetë më dhurove arsyen për të bërë njeriu që jam sot. Iliri nuk foli. Arbeni i tregoi derën. Shko. Iliri u ngrit dhe doli. Por para se të largohej u kthye. Arben? Po. A mund të të quaj përsëri vëlla? Arbeni shndroi i heshtur për disa sekonda. Pastaj tha, jo. Iliri uli kokën. Por Arbeni shtoi. Por mund të fillosh të jesh një njeri më i mirë. Dera u mbyll. Arbeni mbeti vetëm në zyrë. Ai mori letrën dhe e grisi në copa të vogla. Për herë të parë pas 20 vitesh nuk ndjeu më nevojë ta ruante, sepse historia kishte përfunduar. Ai nuk e kishte mposhtur Ilirin duke ja shkatëruar jetën. E kishte mposhtur duke mos u bërë si ai. Dhe atë ditë Arbeni kuptoi se hakmarrja më e madhe nuk ishte të shihte armikun të vuante. Ishte të ndërtonte një jetë aq të mirë sa tradhtia e së kaluarës të mos kishte më fuqi mbi të. 20 vite më parë ai kishte humbur gjithçka. Sot kishte miliona. Por pasuria e tij më e madhe nuk ishte në bank. Ishte fakti se më në fund, ishte Ilir nga e kaluara.